Shumë. Shkojmë në telefonat dhe da diskutojmë se jemi në bashkë në studio. Një variant. Ka dhe arsye tjera, ka dhe mundësi tjera për të rritur pensionet. Pas pak argumentin e tjetë. Po, shkojmë në tjetë telefonues. Mi mbrëma, mirë se në studio. Pyetja juaj? Mi mbrëma. Po, nëjësi. Tani, një pyetje kam për zotërinë. Po? Shiko, si ta themu, një vjetërsi pune, 22-3 vjetë që ishte dikur, tani vajti 35 apo 20. është 20. E kupton? Ai diktatori tjetë 70% të rrobës ta jetë pension, ta japin 30. Shumë e drejtë. Kush është më mirë, ajo kohë për pensionin apo kjo kohë? Shumë e drejtë. Mua më pëlqevi edhe argumenti edhe komenti. Në qoftë se do të bëjmë një krahasim midis Shqipërisë dhe Evropës sot në Evropë, ata që dalin pension marrin 70% pagës që gëzonin kur ishin në punë. Në qoftë se do të bëjmë një krahasim me Ballkanin, Ballkani ka 40-50%. Ne kemi 25-30%. Bile ka qenë 20% para 2 vjetësh. Tani është bëri çik 25-30%. Kjo është qesharake, është tallje me ata që kanë kontribuar me jetën e tyre, me gjakun e tyre, me djersën e tyre, historikisht për këtë vend që kemi sot. Shiko, që ka ndodhur nga viti 1993 në vazhdim? Me qindra ndërmarrje, objekte, prona i shtetërore janë privatizuar. Ato janë kontributi i këtyre që janë sot në pension. Sigurisht. Në Shqipëri në vitin 1924 ishte tepsi. Jo për të thënë gjë që bërja i regjimi kaluar. Ishte tepsi. U krijuan me qindra ndërmarrje shtetërore, publike, të cilat u privatizuan në 1993 dhe në vazhdim, që ishin kontributi këtyre që janë sot në pension. Tani pse këta të marrin këtë pensionin qesharak 19.000 lekë? Nuk është e drejtë. Po, absolutisht s'është e drejtë. Tjetër telefonat. Shkojmë me tjetër telefonat tani. Absolutisht s'është e drejtë. Mirëmbrëma, mirë se erdhën në studio. Mirëmbrëma. Po. Unë në fakt nuk do pyes për indekset, por do pyes për ne që dalim pension vitin tjetër. Po? Na gjindën vitet e punës. Jam një person që kam punuar 28 vite punë në arsim, na gjindën vitet e punës në drejtoritë arsimore, por nuk na gjendën derdhje të kontributeve. 1 muj po, 1 muj jo, 2 po, 1 jo. Cilën rrugë duhet të zgjedhim, pasi ne dalim, unë dalë në pension vitin tjetër, 62 vjet, dhe nuk di rrugën si të ndjek. Unë kam qenë punojës i shtetit, kam punu në arsim. Çfarë mund të bëj? Je i qartë me pyetjen? Po, na ndiqni në ekran e zonjës, japim hapësirën një tjetër zotëri. Nuk është problemi vetëm zonjës, të paktën 3-4 vitet e fundit, të gjithë ata që mbushin gradualisht moshën për të dalë në pension, janë përballur me këtë gjendje kur kanë vajtur që të kërkojnë periudhat e punës, qoftë edhe në vendin e punës kur kanë qëndruar edhe për një kohë të gjatë, përsëri ka mangësi në regjistrimin e pagesës së sigurimeve shoqërore. Po kjo mund të jetë edhe përqindje shumë e lartë, si duhet zgjidhet? Aq më tepër kur ke ndryshuar vend e pune nga një vend në tjetrin, hapësirat midis ndryshimit të vendit të punës, jo se nuk i është paguar pensione, po nuk është regjistruar. Ose dhe ndoshta nuk i është paguar pensione dhe kanë abuzuar me personin. I kanë thënë që ta kemi paguar, po nuk është regjistruar. Po e drejtë. Sidomos në sektorin privat. Kështu që japim zgjidhjen çfarë duhet të bëj kur orientojmë se jemi telefonat. Zgjidhja është një zgjidhje madhore, që të bijem dakord që ajo kërkesa që është, që jo po duhet të kesh 65 vjeç dhe duhet të kesh 40 vjet punë, është shumë e vështirë. Qoftë për meshkujt, qoftë për femrat. Dhe duhet të ulet edhe mosha e daljes në pension, po dhe vitet e vjetërsisë në punë. Për politikën jam dakord. Sot që flasim, asnjë shqiptar nuk ka shansin që të rezultojë, që të provojë që ka 40 vite punë. Qartë, Enrico, të lutem, më ndiq që të shfrytëzojmë kohën maksimale. Zonja duhet shkojë në institucionet në subjektet ku ka punuar dhe të kërkojë me forcë të drejtën e saj dhe sepse ka të drejtë. Ka të drejtë dhe t'i drejtohet edhe prokurorisë. Bukur.